kuptosh çka është e vërtet është aftësi. Edukimi medial është më shumë se sa vetë nocioni edukim për media. Do më thonë nënkupton edukimin përmes mediave dhe me mediat. Shumica e publikut nuk arrin, do më thonë, me pas një vetë vlerësim ose një gjykim kritik për aspektin e informatave të cilat i marrim. Edhe kjo vjen prej disa faktorëve. Në kohën në të cilën jetojmë, në mundësit e manipulimit të cilat janë ekzistuese, duhet çdo gjë me vënë dyshim. Prej vitit 2019 deri më tani kemi trajnu diku rreth 3500 mësimdhënës gjithandej Kosovës në këtë aspekt, sepse të rritë në bazë të matjeve dikun 14% e trive në Kosovë informohen përmes TikTok-ut. Dallimit të manipulimit dhe fakteve ka me qenë sfida jonë më e madhe në të ardhmen. Mirë po, ajo çfarë po dua të them është që ne nuk duhet të harrojmë gjeneratat e vjetra që